Puno me doreza zonjë, na thot qytetari. Edhe unë këtë jetutje vendosa që nuk do gatuaj më në shtëpi, do porosit vetëm nga jashtë, se punova pa doreza në shtëpi që gatoa për familjen time, edhe këtë jetutje, oh zot, do porosit vetëm ushqim të gatshëm, me që në shtëpi duhet të gatuaj me doreza. Unë kur lexoj këto komente, nuk e di pse më vjen si traziro njerëz. Se e di nga që njerëz vinë këto komente, që nuk mbajnë në pastërtinë as elementare në shtëpi. Se të gatuash për shtëpinë jote, për familjen jote, edhe të vendosësh doreza, vetëm nga njerëz që nuk e kanë haberin fare se që është gatimi në shtëpi, edhe e thonë. Ose punojnë në për restorante që janë të detyruar të mbajnë doreza, i detyrojnë të tjerët, se gatuajnë për 100-200 veta të tjerë, edhe kuptohet që duhet të mbajnë doreza. Në shtëpi, që i lanë duart 50 herë, 500 herë, përse ti mbaj ato doreza të shkreta? Që do me thënë do kap mishin, do kap njërën, do kap tjetrën, edhe do hejt doreza, do vë doreza. Po më pret pizza mua tani. Thoni ta ha me doreza dhe pizza. Prisni. Prisni se tani unë nuk u trupërova tani unë nga qytetari, se unë jam fshatare, nuk di nga këto njerëz. Edhe këtë jetutje me doreza. She didn't make it. I bought it from the shop. She didn't make it. Don't lie and say that. I didn't lie. It's a different story here. Ah, okay. Forget it. All right. Dudu.